bordi sot do të mblidhet, është duke marrë gjithë informacionin për sa i përket lëvizjes së çmimeve dhe mbi të gjitha ndryshimit që ka vetë çmimi i bursës me atë çfarë ne shohim në pikën fundore ku vetë ky produkt shitet në territor. Dhe bordi do dali me një vendimarrje sot, po unë nuk do doja sepse i takon bordit të vendosi për sa i përket asaj çfarë po bëhet në lidhje me ndryshimin e çmimeve dhe lidhjen e tyre me çmimin e bursës. Kuptohet që rritja e çmimit të naftës dhe aq më tepër inflacioni që sjell në produktet, le themi në një bazë gjër, kërkon një kod saktuar. Gjithsesi ajo çfarë jemi duke bërë është që e para të garantojmë transparencën, duke filluar jo vetëm me produktet bazë, por patjetër edhe me produktet si nafta ose që kanë të bëjnë me energjinë, që ne të garantojmë që mos ketë spekulim në treg, se kjo është gjëja e parë që ne duhet kuptojmë. Ne duhet të garantojmë që në treg nuk mund të përdoret kjo situatë për të spekuluar në kurrizë qytetarëve. E dyta, patjetër qeveria është e gatshme të marrë masat e duhura kur ne gjykojmë që situata është e tillë që bara për qytetarët ka një impakt jo të vogël dhe patjetër qeveria do të marrë masat e duhura nëpërmjet bordit të transparencës apo dhe institucioneve të tjera.